Edhe në këtë fundvit, kandidatët po vazhdojnë fushatën për zgjedhjet lokale dhe po tentojnë t'i bindin qytetarët për të përkrahur ata më 11 janar. Kandidati i koalicionit Vlem për komunën e Gostivarit, Nevzat Bejta, gjatë ditës ka akuzuar dyshen Taravari Limani për harxhim të mjeteve dhe mos zbukurim të qytetit të Gostivarit. Sipas Bejtës, vitin 2025 qytetarët e Gostivarit do ta mbajnë mend si viti vjedhjes dhe hajnis. Gjatë qeverisjes së Arben Taravarit, për zbukurimin e qytetit janë harxhuar me 100.000 euro. Qyteti ka ngenun i pa zbukuruar. Të njëjtën rrugë e ka vazhduar nxënësi i tij Valbon Limani. Ka harxhuar mbi 100.000 euro për zbukurimin e qytetit për vitin e ri. Qytetarët e shohin se qyteti është i pa zbukuruar. Viti 2025 do të mbahet mend si viti i vjedhjes dhe shkatrimit të Gostivarit. Fushatën e ka vazhduar edhe Valbon Limani, kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, i cili së bashku me kryetarin e Këshillit Komunal, Valdes Xhaferi, ka vizituar disa lokacione të ndryshme të qytetit, ku ka takuar dhe bashkëbiseduar me qytetarët. Në këtë orë feste, ishte kënaqësi që së bashku me kryetarin e Këshillit, zotri Valdes Xhaferi dhe të rinjtë e AKI-s, të vizitonim qendrën e qytetit edhe tregun e Gjelbërt e të shkëmbenim urime energji pozitive me njerëzit që takuam aty. Veç në Gostivar, fushata vazhdon edhe në Vrapçisht, ku kandidati i pavarur Zulhajra Demiri, i mbështetur nga koalicioni Vlen dhe Aleanca për shqiptarët e Zjadin Selës, ka vizituar fshatin Gjurgjevisht. Pas takimit, Demiri ka thënë se ky fshat meriton shumë më shumë, sepse pretendon se komuna aktualisht e ka fshirë nga lista fshatin në fjalë dhe nuk ka bërë asgjë për banorët e kësaj zone. Shpalosa platformën time dhe para banorëve u zotova se ky fshat në të ardhmen do të jetë në agjendën time dhe të komunës së Vrapçishtit. Haresa dhe lënja pasdore e këtij fshati do të jetë një e kaluar e zymtë për banorët e këtij fshati. Ky fshat meriton shumë më shumë nga ajo që është bërë deri më tani, as pak. Prandaj këtë fshat do ta ringjallim dhe do ta rivitalizojmë ashtu siç e meriton kjo pjesë e marrësisë sonë. Ndërkaq në vazhdon e fushatës kundër kandidati i Demirit, Isen Shabani, ka shpërndar disa fotografi nga fshati Gradec, ku punohet në asfaltimin e rrugës, me mbishkrimin se atë që e ka premtuar sa ishte kryetar komune, sot po bëhet realitet. Ajo që kemi premtuar, sot po bëhet realitet. Ka nisur asfaltimi i rrugës e Deralla në Gradec, një premtim i mbajtur dhe një hap konkrete drejt përmirësimit të infrastrukturës dhe jetës së përditshme të qytetarëve, e gëzofshim me shëndet. Zgjedhjet e 11 janarit janë zgjedhje të përsëritura për shkak se në komunat Gostivar, Vrapçisht, Mavrov Rostush dhe Qendër-Zhup dështuan zgjedhjet lokale të tetorit. Fushata vazhdon edhe në komunat Mavrov Rostush, po edhe në Qendër-Zhup. Megjithatë, vëmendja e partive politike shqiptare është në Gostivar dhe në Vrapçisht.